Rritja e pagës minimale në 600 euro është një nga temat më të nxehta për të cilat po flitet kohët e fundit. Përveç sindikatave, në luftë tematike ky problem i ka përfshirë edhe pushtetin dhe opozitën. Kryeministri Hristian Mickovski edhe njëherë përsëriti qëndrimin se qeveria është e gatshme të nënshkruajë marrëveshje me sindikatat për rritje të pagës minimale, e cila sipas llogaritjeve të pushtetit për 2 vitet e ardhshme do të jetë 40% më e lartë se paga aktuale. Ai mes tjerash i ka akuzuar sindikatat se janë në ndikim të partive politike. Oferta është në tavolinë. Nëse sindikatët ose përfaqësues të punësuarve pajtohen, ne jemi gati që nga nesër të pranojmë. Me fjalë të tjera, për 2 vite e 2 muaj nga sot, punonësit në administratën shtetërore do të kenë maksimum 40% të ardhura më të larta se kanë aktualisht. Ky është propozimi ynë. Është në tavolinë, u mbetet përfaqësuesve dhe sindikatave të tejkalojnë dhe t'i lënë anash ndikimet politike dhe në interes të punonjësve dhe administratorëve të nënshkruajnë këtë. Mickovski tha se nuk e ka parë propozimin e dorëzuar nga LSDM-ja, e cila përmes propozim ligjit në kuvent kërkon rritje të menjëhershme të rrogës minimale në 600 euro. Partia opozitare edhe sot ka deklaruar se rrogat e punonjësve duhet të rriten sa më parë. Ata nuk i pranojnë projekcionet e qeverisë që rroga të rritet për 2 ose 4 vite të ardhshme, duke vlerësuar se ky propozim nuk përshtatet me situatën reale ekonomike. Punonësit nuk kanë nevojë për justifikime dhe premtime për vitin 2028. Rrogat duhet rriten tani, sepse paratë nuk u mjaftojnë dhe me këto të ardhura nuk mund të mbulojnë shpenzimet mujore. Punonësit po luftojnë për një copë bukë dhe nuk mund të presin vitin 2028. Kujtojmë se ditë më parë, sindikatat dhe punonjësit protestuan për rritje të pagës minimale. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë nga fillimi i javës ka paralajmëruar blokada të reja, duke filluar nga kuvendi, i cili sipas tyre është fajtor kryesor që nuk rriten pagat e punonjësve. Për ta, oferta e qeverisë për rritje të pagës është e papranueshme. Thonë se rroga minimale duhet të rritet menjëherë në 600 euro dhe me të nivelizohen edhe pagat e tjera.